Në prag të festave të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri, organizata dhe institucione humanitare kanë shtuar ndihmën për familjet e varfra dhe të moshuarit, kategori që po përballen gjithnjë më tepër me vështirësitë ekonomike. Në Pogradec dhe jo vetëm, ndihmat janë përqendruar kryesisht te familjet pa të ardhura dhe mosha e tretë e vetmuar. Pastori Mentor Rama, përfaqësues i Krishtit për kombet, thotë se ky vit ka një domethënie të veçantë për organizatën, e cila prej 25 vitesh është pranë shtresave në nevojë. Sipas tij, të dhënat e viteve të fundit tregojnë një rritje të ndjeshme të varfërisë, veçanërisht tek të moshuarit, të cilët po përballen me nevoja të shtuara. Rama thotë se përmes një bashkëpunimi shumë të mirë me Bashkimin Pogradec kanë arritur të identifikojnë e të ndihmojnë mira familje me probleme sociale dhe të moshuar. Ne edhe pak ditë mbyllim këtë vit jubilar të 25 vitorit tonë, se FNOja ka një partneritet të shkëlqyer edhe me vetë qeverisin vendor me Bashkimin Pogradec, dhe kështu që kontributi ynë ka qenë në situata të ndryshme në këto 25 vite, vazhdimisht shumë ngushtë i lidhur me Bashkimin Pogradec, qofshin edhe të shkollat, të qerdhet, të kopshtet, qofshin me medikamente nga më të ndryshme për moshën e tretë, mjetet e ndryshme dhe pajisjet e ndryshme higjienike apo banka shkollore. Dhjetori është kryesisht përcjell pakëzim me këto pako të këshillit. Vetëm në Bashkinë e Madhe të Pogradecit janë rreth 15.000 persona përfitues të ndihmave, por bashkë me qytetet e tjera të Shqipërisë bëhen rreth 24.900 persona, fëmijë apo familjar. Në këtë periudhë festash, ne shpërndajmë dy lloj paketash për fëmijë me ëmbëlsira dhe pajisje shkollore dhe paketat familjare me ushqime për festat e dhjetorit. Mes përfituesve në këtë periudhë është edhe kjo grua e divorcuar, nëna e një vajze 10 vjeçare. Ato çdo ditë përpiqen të mbijetojnë me shumë pak të ardhura, ndërsa vajza ndërron të bëhet mjeke. Po jetoj me ndihmën ekonomike, me 58.000 leka. Të vjetra besoj. Të vjetra. Me ushqim, me drita, që të vesh. Edhe ato që i jepi jati vajzës. I mbledhim që pagoj ujin dritën. Dua të punoj, po jam lidhur me vajzën se deri tani e kam me dhita. Ndihmat humanitare në prag të Krishtlindjeve sjellin jo vetëm ushqime dhe paketa festive, por edhe gëzim për dhjetra familje që përballen çdo ditë me varfërinë dhe pasigurinë ekonomike, dhe duket se atë që duhet ta bëjë shteti e bëjnë organizatat humanitare dhe të huajt.